Reperi i njohur nga Peja, Astren Gjikolli, i njohur me emrin artistik Gjiko, është shpallur i pafajshëm këtë të hënë nga gjykata themelore në Prishtinë, në lidhje me akuzën për dhunim që rëndonte mbi të. Vendimi u përshëndet me emocion nga bashkëshortja e tij, prezantuesja Elita Rudi, e cila i ka qëndruar pranë gjatë gjithë këtij procesi të vështirë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Elita shprehu lehtësimin dhe gëzimin e saj për këtë vendim, duke theksuar se gjithmonë ka besuar në pafajësinë e partnerit të saj. Sot mbyllet një plagë që na dhembi, por kur nuk na ndau. Sot u vërtetua ajo që zemra ime e ka ditur gjithmonë. Ti je i pafajshëm. I kemi duruar fjala, akuza, dyshime, por asnjëherë nuk jemi dorëzuar, shkroi ajo. Elita kujtoi momentet e vështira dhe forcën e bashkëshortit për të qëndruar i palëkundur përballë sfidave, duke shtuar. Sot çaj nga gëzimi që e vërteta u tha. Përpara kemi vetëm dritë bashk, më të fortë se kurrë. Mbrojtja e reperit u udhëhoq nga avokati i njohur Kujtim Kërveshi, të cilit ja kishte lënë si amanet mbrojtjen e tij ndjeri Arlin Gjikolli.